Heroj Afrim Bonjaku është vrarë në detyrë, familja e tij, së unë e përfaqësoj, don që kjo procedurë më kryu sa më shpejt, natyrisht. Unë insistoj që procedura me qenë sa më efikase dhe maksimalisht me ofru drejta të akuzuarve, që në fund mos me pas hapsin me ndonjë ankesë eventuale me rrëzuar gjykimin. Unë vazhdimisht kam insistu, jep ju një gjitha drejtat, për ndryshe nuk kanë ku ikin, provat janë pa kundërshtueshme në këtë fazë të akuzuarit prezumohen të pafajshëm, derisa së vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës shprehje, pra dhe në shkallën e parë nëse dënohen, ata janë prapë pafajshëm derisa nuk e vërteton shkalla 2 dënimi. Por na syt i kemi provat, po shihen janë të pakundërshtueshme edhe spaku për këta tret unë nuk kam dilemë profesionale a mundën apo s'mundën mundet, nuk ta kanë më dënu sigurisht. Fakti që është veçuar procedura, nuk e rrezikon pra në çfarëdo forme që në të ardhmen të kërkohet, edhe nëse arrestohet dikush tjetër, pra duhet gjykohet veç. Fakti që është veçuar procedura, s'ka ndonjë të lashtë. Jo, në gjitha këto pretendimet e mbrojtës i kanë kalu filtrat e gjykatës, pra gjithë jemi kujdes që mi u plotësu maksimalisht të kërkesat e mbrojtjes, edhe të akuzuame, Kosova është shtet demokratik, edhe ne dojmë gjitha procedurat me shku në frymën e vendeve më demokratike në botë, po natyrisht në fund kur vjen koha e dënimit, unë do të insistoj që me qenë dënimi maksimal. Dhe desha që pyes specifikisht për këtë. Dënimi maksimal çfarë kupton? Pra dënim me burgim preç. Dhe a mund të vërtetohen, pra se fakti këtu ka një kryeorganizator, është Milan Radojqiqi. Në ndërkohë janë edhe 44 të akuzuar të tjerë. 3 prej tyre janë të arrestuar. A mund të shpjegohet roli i tyre në detaje, avokat, në këtë ndërmarrje, le themi, agresion shtetëror serb në Kosovë, apo mund të ketë, le themi, hezitime ose mungesa në shpjegim të rolit të secilit? Shifenim, një gjykim i cili duhet heqet është si një organizëm i gjallë. Në ndërkohë paraqiten situata ndryshme. Pra, mundet në një prove re me dalë që ju shkon në favor të akuzuarve. Unë tash nuk më me paragjyku në fund si do tjetë. Si është situata, tendencat edhe potenciali është i madhë për këtë çka folëm. Por në ndërkohë mundet me u zhvillu. Për që jam pjesë e fajt, për që jam pjesë e grupit, aty nuk ka dilemë. Si shkon tash në fund,